Mirë se erdhët të dashur peshor në Letra të Fenj. Jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Rendi parë është për unë ekonomi, karrierë, çdo gjë që ka të bëjë me stabilitetin ekonomik. Rendi i dytë është për dashuri, për ata që janë në lidhje, për ata beqarët dhe për ata që duan një ribashkim. Peshor, kjo është një nga ato shtrije që flet për të vërteta. Jo për ato të vërteta që ua themi të tjerëve peshor, po për ato që i themi vetes kur mbetemi vetëm. Duket sikur kohët e fundit keni qenë në një periudhë ku keni parë larg, keni menduar për të ardhmen dhe keni kërkuar një drejtim më të qartë. Por ndërkohë, disa pasiguri, disa frikra dhe disa plagë të vjetra kanë vazhduar t'ju ndjekin si hije. Ajo që më pëlqen të kjo shtrirje është se nuk tregon ngecje, tregon një njeri që po kalon nga konfuzioni tek qartësia. Dhe po, rruga nuk është plotësisht e lehtë të dashur peshor, por fundi i saj duket shumë më mirë se sa fillimi. Puna dhe karriera apo ekonomia janë tre të shkopive. Gjithçka fillon me tre shkopat. Kjo është letra e horizontit. Letra e njeriu që nuk po shikon vetëm atë që ka para këmbëve apo parasysh, por po mendon për hapin tjetër. Duket sikur shumë peshor kanë filluar të mendojnë më seriozisht për të ardhmen. Disa mund të mendojnë për ndryshim pune, një projekt të ri, zgjerim të diçkaje që tashmë e kanë, ose një mundësi që lidhet me udhime, kontakte apo bashkëpunime të reja. Kjo letër tregon se jeni gati të dilni nga zona e rahatisë. Dhe sinqerisht, ndonjëherë zona e rahatisë bëhet aq e vogël sa fillon të duket si burg. Hëna. Hëna tregon se jo gjithçka është e qartë, është aq e qartë, them kështu sa duket. Mund të mos keni mund të keni mungesë informacioni, pasiguri, premtime që duhet verifikuar, ose njerëz që nuk po ju tregojnë të gjithë figurën, ta them ashtu, apo çdo gjë sinqerisht. Kjo nuk është letër që ju thotë të keni frikë, absolutisht. Përkundrazi, ju thotë të mos merrni vendime të rëndësishme vetëm sepse diçka duket bukur në sipërfaqe. Lexoni shkronjat e vogla, ta them ashtu. Kontrollo faktet, sepse jo çdo ditë në errësirë është dalje, disa janë thjesht reflektime. Këtë s'duhet harruar. 7 të shkopive, dhe këtu vjen arsyeja pse këto letra dolën bashkë. Sepse shumë për jush do të duhen, ta them, të mbroni një ide, një plan ose një vendim. Mund të ketë njerëz që nuk ju kuptojnë, mund të ketë njerëz që ju thonë mos e bëj, nuk ja vlen, nuk do të funksionoj. Por 7 shkopat thojnë, apo shkopitë, nëse e di pse po e bën, mos u tërhiq. Mos u tërhiq. Jo çdo kundërshtim është shenjë që je gabim. Ndonjëherë është shenjë që po ecën në drejtime që të tjerët nuk kanë guxim ta provojnë. Në përgjithësi puna dhe ekonomia duken si një periudhë zgjerimi, por me kushtin që të mos merrni vendime të nxituara dhe të mos dorëzoheni nga presioni i jashtëm, nga kushdo që mund të vi ai. Dashuria të dashur. 3 të shpatës keni këtu, një zemër të shpuar me 3 shpata. Për ata që janë në lidhje, fillimi i pjesës së dashurisë është pak e rëndë. 3 shpata flet për lëndime, zhgënjim, ose fjalë që kanë lënë gjurmë tek ju. Nuk do të thotë domosdoshmërisht tradhti, që mund të jetë ajo. Shpesh kjo letër flet për mungesë komunikimi, keqkuptime ose plagë që nuk janë shëruar plotësisht. Të dashur peshor, duket sikur disa çifte po mbajnë ende peshën e diçkaje që ka ndodhur më parë. Dhe problemi është se sa më gjatë të fshihet një plagë, aq më ngadalë shërohet. Kjo letër nuk kërkon të fajsoni, ju kërkon të flisni.
sepse ajo që nuk thuhet zakonisht bëhet më e madhe në mendje se sa që është në realitet. Ylli dhe pikërisht këtu ndryshon energjia. Pas 3 shpatave vjen ylli. Kjo është arsyeja pse nuk shoh këtë fund, e shoh si shërim. Ylli është letra që vjen pas tukis. Për beqarët kjo është një nga letrat më të bukura që mund të dilte. Ajo tregon se po hynin në një periudhë që mund të lidhet me leximin e atyre që janë në këtë gjendje këtu, por unë i kam ndarë që të marrin diçka dhe beqarët, diçka dhe ata që duan ribashkim. Por sido që të jetë, këto letra lidhen për ju të dashur peshor. E tregon se po hynë në një periudhë ku filloni të besoni përsëri, ndoshta pas një zhgënjimi, ndoshta pas një pritje të gjatë, ndoshta pasi keni humbur shpresën. Mos e mbyll zemrën vetëm sepse personi i gabuar trokiti në derë. Kjo është energjia e njerëzve që fillojnë të shohin përsëri mundësi në dashuri. Dhe asi i shpatës, kjo është letër e së vërtetës, me shpatë të prerë, jo iluzioneve, jo fantazive, jo atyre e po sikur. E vërteta për disa prej jush kjo mund të jetë një bisedë shumë e rëndësishme, një sqarim, një mesazh, një takim. Në momentet ku gjërat thuhen më në fund ashtu siç janë. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse ndonjëherë një e vërtet që dhëm është shumë e dobishme se sa një gënjeshtër që të mban peng. Për disa, kjo e vërtet mund të hap derën e ribashkimit. Për të tjerë mund të sjellë mbylljen përfundimtare të një kapitulli. Por në të dy rastet sjell liri. Të dashur peshor, këto letra tregojnë një person që po largohet nga konfuzioni dhe po afrohet te qartësia. Në punë po hapen horizonte të reja, por duhet të ecni me sy të hapur dhe jo vetëm me entuziazëm. Në ekonomi dhe karrierë ka mundësi për rritje, por edhe nevojë për të mbrojtur idetë tuaja nga dyshimet e të tjerëve. Ndërsa në dashuri e kaluara ende ka lënë disa gjurmë, por ylli tregon shërim dhe është shumë afër se sa e mendoni. Dhe asi i shpatës tregon se e vërteta do të dalë në dritë, absolutisht. Mos keni frikë nga e vërteta, edhe kur ajo ju detyron të ndryshoni drejtim. Ndonjëherë pikërisht ajo bisedë që po e shtyni, ai vendim që po e vononi, ose ai hap që po ju tremb, është çelësi që hap derën e kapitullit të ri. Dhe ky kapitull duket shumë më i ndritshëm se sa ai që po mbyllet, të dashur peshor.